Të nderuar besimtar, do të flasim sot me lejen e Allahut Azza wa Jall për një sure shumë madhështore që është në Kur'anin famlar. Ajo është quajtur Suratul Fatiha ose Fatihatul Kitab. Surja Fatiha që shoqëron çdo besimtar gjatë gjithë ditës së tij dhe gjatë gjithë jetës së tij, është një sure e pandalshme që është në çdo moment të jetës tonë. Edhe në momentin më të rëndësishëm që është adhurimi i Allahut Azza wa Jall, që është namazi, ajo është një sure e tillë madhështore që pa të namazi është i pavlefshëm. Dhe ajo që jep vlerë është pikërisht surja Fatiha, dhe leximi i saj e bën namazin e vlefshëm, dhe pa të asgjë nuk përfitohet nga namazi i besimtarit, dhe namazi pa të është bosh, është pa vlerë, është i pa begat. Kjo është një sure madhështore që ka zbritur në Mekë, ka 7 ajete dhe është surja e vetme e para që ka zbritur një herësh. Allahu Azza wa Jall ka dashur që Kur'ani, fjala e Zotit, të nis pikërisht në këtë sure. Namazi ynë nis pikërisht në këtë sure, që është kaq e rëndësishme nga vetë kuptimet që ajo mbart, nga thellësitë, nga bukuritë e kuptimeve të fjalës Zotit që ajo përmbledh, që i është zbritur vetëm Muhamedit alayhis salam dhe nuk i është zbritur asnjë profeti më parë. Një sure që dallon muslimanët, një sure shumë e veçantë për vetë domethënien që ajo mbart, të nderuar besimtar. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Në të vërtetë që ne të kemi dhënë 7 vargje, të kemi zbritur 7 vargje që përsëriten, thot Allahu Azza wa Jall, wal Qur'an al-Azim, dhe të kemi dhënë Kur'anin madhështor. Në fakt, e gjithë madhështia e Kur'anit famlar, që është fjala e Allahut Azza wa Jall, që është udhëzim për njerëzit, që është qartësues për çdo gjë në jetën e kësaj bote dhe për çdo gjë që e pret njeriu në jetën e përtejme. Kur'ani është libri dallues që ndan krijesën nga krijuesi, që ja ndan, që ja qartëson mjaft mirë njeriu se çfarë duhet të bëjë dhe si ai duhet të jetojë në këtë botë, dhe kë duhet të adhurojë pikërisht, që është vetëm Zoti i botëve, të nderuar besimtar. Surja Fatiha ka disa emra që i ka cilësuar profeti alayhis salam për vetë nga kuptimet madhështore që ajo mbart. Është quajtur Ummul Kitab, nëna e vetë librit, është thelbi i Kur'anit famlar nga domethënjet që ajo mbart në brendin e saj të nderuar besimtar. Është quajtur Wafiya, Kafiya, është quajtur e vetë mjaftueshme. Ai njeri që e lexon atë me meditim, ai njeri më të njëjtë që lexon ajo do t'i mjaftojë nga kuptimet madhështore, nga bukuritë, nga mrekullia që ajo përfshin në fjalët që i ka zbritur Allahu Azza wa Jall. Dhe si mund të ishte ndryshe që namazi nis me këtë sure madhështore, dhe Kur'ani famlar, fjala e Allahut Azza wa Jall, nis pikërisht me këtë sure kaq madhështore, të nderuar besimtar. Është quajtur Ash-Shifa, sepse leximi i saj është shërim, është shërues për besimtarët për çdo sëmundje, ajo është shërues, të nderuar besimtar. Emrat dhe cilësimet që profeti alayhis salam na i ka thënë për këtë sure tregon vlerën dhe madhështinë që kjo sure mbart, sepse ajo përmbledh ajkën e Kuranit dhe është tylla e adhurimeve të një besimtari në fenë islame. Në këtë sure përmblidhet tauhidi, njëshmëria e Allahut Azza wa Jall, se kë Zot ne duhet të adhurojmë, dhe cili është krijuesi i çdo gjëje, dhe ai që e bën të vazhdueshme çdo gjë që e ka krijuar, që është Allahu Azza wa Jall. Është nubueti që flet për profecinë, është ahireti, jeta e përtejme që flet në këtë sure kaq madhështore, dhe është qëndrueshmëria në fe, në adhurim dhe në drejtësinë e jetës së kësaj bote të përkohshme. Surja Fatiha është duaja më e bukur që mund të bëjë çdo besimtar, prandaj në fund të namazit themi amin, dhe ai njeri që thot amin kur imami thot walad dallin, thot profeti alayhis salam, dhe e qellon bashkë me aminin e melajqeve, ati njeriu do t'i falen gjunahet e kaluara, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Me emrin e Zotit gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Elhamdulillahi rabbil alamin, nis kjo sure madhështore. Jo rastësisht Zoti e ka zgjedhur këtë sure madhështore në librin
e vetëm që Zoti do ta ruajë deri ditën e gjykimit. Libri që ka frymëzuar sa njerëz të mirë, profet, dëshmor, njerëz të devotshëm, shok profetit, sa breza të mirë i ka frymëzuar dhe sa dietar shkruajnë, komentojnë fjalën e Allahut Azza wa Jall. Dhe pikërisht ky libër nis duke thënë në këtë sure Elhamdulillahi Rabbil Alamin, që ne e themi në çdo rekat që falim namaz. Prandaj kjo sure do të lexuar me meditim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lavdërimi, falënderimi takon Zotit të botëve, Allahut Azza wa Jall. Të nderuar besimtar, emri Allah, Elhamdulillahi, fjala elhamd është një fjalë që thot lavdërimi, falënderimi takon vetëm Zotit të botëve për çdo mirësi që ne i shohim dhe mirësi që ne nuk i shohim. Për çdo gjë që ne arrim t'i konceptojmë apo nuk i konceptojmë dot, falënderimi, lavdia i takon Allahut Azza wa Jall. Dhe emri Allah është emri më i bukur i ekzistencës, më të lartë dhe denj për të gjitha falënderimet dhe lavdërimet që është emri Allah, nderuar besimtar. Emri Rabbul Alamin, edukuesi, krijuesi, mbreti krijuesi dhe ai që i bën të vazhduesh me krijimin pasi ai ka dhënë urdhër që ajo të krijohet. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi, lavdërimi takon Zotit të botëve, Allahut Azza wa Jall. Kjo është një sure shumë domethënëse. Fjala Alamin është përmbledhur në numrin shumës, ku Allahu Azza wa Jall i takojnë falënderimi për të gjithë botët që ne i njohim dhe nuk i njohim. Për botën e padukshme dhe të padukshme, për mikrobotën dhe makrobotën, bota e shpirtrave, bota e varrit, bota e kafshëve dhe e bimëve. Çdo yll është një botë me vete. Studimet astronomike thonë që në galaktikën në gjithësinë tonë ka 100 miliard galaktika. Vetëm në rrugën e qumshtit ka 200 miliard yje të nderuar besimtarë, dhe shiko sa madhështor është Allahu Azza wa Jall Rabbul Alamin. Në ajetet e para të surës Fatiha tregohet që Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ne duhet ta veçojmë Allahun në krijimin që ai ka krijuar, dhe ai është një i vetmi. Qoftë që të krijimi i vetë njeriu dhe çdo gjë që shef njeriu, çdo gjë që ka arritur të kuptojë dhe të marrë informacion njeriu, dhe i shumë gjërave të tjera që ne nuk kemi arritur të marrim akoma informacione të duhura. Pra njeriu vetë është mrekulli e Zotit të botëve. Prandaj Allahu përmend shumë botë. Ai është Zot shumë madhështor para këtyre gjërave që ne kemi arritur shkenca ti konceptoj dhe të kemi informacione në duart tona, po sa informacione ka që ne nuk i dim. Pra, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Zotit botrave i qoftë falënderimi për çdo gjë. Pra Zoti po na tregon më së pari thelbin, që është njëshmëria e Allahut Azza wa Jall, rububiyeti i Allahut Azza wa Jall, që vetëm ai është krijuesi dhe formësuesi i çdo gjëje, dhe ai nuk ka shoqërim në krijimin e çdo gjëje që ai ka krijuar, dhe ai është madhështori që e bën të vazhdojë çdo gjë që ka krijuar Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Prandaj ne e falenderojmë Zotin e të gjithë botëve që është më madhështori. Fjala që nis Elhamdulillahi Rabbil Alamin, disa dietar të tefsirit kanë thënë ka dhe kuptimi që thot Qulu Elhamdulillahi Rabbil Alamin, sikur na thuhet thoni Elhamdulillahi pra Rabbil Alamin, falenderoni Zotin e botëve, Allahun Azza wa Jall, që ka krijuar çdo gjë për njeriu, e ka nënshtrour që të shërbejë njeriu, dhe çdo gjë ai e ka krijuar me fuqinë e tij dhe nuk ka shoqërim në krijimin e krijesave që ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Ai është një i vetëm. Ar-Rahmani Ar-Rahim, i gjithë mëshirshmi dhe mëshirëploti është Allahu Azza wa Jall. Pasi ai tregon çfarë është ky Zot që ka krijuar çdo gjë, që nuk ka shoqërim në krijimin e tij, ai është madhështori. Ar-Rahmani Ar-Rahim, ai është i gjithë mëshirshëm me të gjithë krijesat, me të bardhin, me të ziun, me të varfrin, me të pasurin, me atë që adhuron atë, me atë që nuk e adhuron atë, me atë që është besimtar dhe me atë që nuk është, që është jo besimtar. Me çdo njeri, me çdo qenie, ai është i gjithë mëshirshëm, i jep furnizimin që ka nevojë që të vazhdojë në jetën e kësaj bote deri në masën që ai ka parasaktuar për çdo krijesë. Ai vazhdon në një rregull
fiks një rregull fizik dhe shkencor siç e ka krijuar Zoti i gjithësisë, vazhdon dhe tregon që ai është i gjithëmëshirshëm në vazhdimin e ekzistencës së qenieve që janë të përkohshme. Ndërsa Ar-Rahim, mëshirëploti, ai do të jetë mëshirëplot vetëm për ata njerëz që e kanë njohur dhe e kanë adhuruar atë që janë besimtarët, që i shkojnë në sejdë dhe i përulen Allahut Azza wa Jall. Prandaj mëshira e Allahut, thot profeti alayhis salam, është ndarë në 100 pjesë dhe një pjesë nga 100 pjesët e mëshirës së Allahut Azza wa Jall ka zbritur në jetën e kësaj bote për të gjitha qeniet dhe 99 pjesë të mëshirës së Zotit të botëve do të jetë për mëshirëplotin Ar-Rahim, për besimtarët ditën e gjykimit, ditën e llogaridhënies, kur ne dalim para Allahut Azza wa Jall. Maliki yawmiddin, sunduesit të ditës së gjykimit. E nisi me falenderimin dhe duke treguar që ai është i gjithëmëshirshëm dhe mëshirëplot. Maliki yawmiddin, poseduesit mbretit të ditës së fesë. Fjala din ka kuptimin fe. Ditës ku të vërtetat e fesë do të dalin në pa, ku ndodhit që feja i ka përshkruar në këtë botë, do të ndodhin me patjetër botën e përtejme dhe çdo kush do të shohë vërtetësinë e fjalëve të fesë. Ka njëkohësisht kuptimin e punëve që njeriu ka bërë me sinqeritet në fen kur dal para Allahut Azza wa Jall, ka dhe kuptimin më madhështor që është sunduesi i ditës së gjykimit, pronari i vërtet i çdo gjëje, sepse njerëzit pandejnë që janë pronarë të shumë gjërave në këtë botë, ku thotë shtëpia ime, makina ime, fëmia ime dhe çdo gjë tjetër. Në fakt ne jemi pronar kalimtar, nuk jemi pronar figurativ, dhe pronari i vërtet i çdo gjëje, Maliki yawmiddin, pra pronari i vërtet është Allahu Azza wa Jall, sunduesi i ditës gjykimit. Dhe ditën e gjykimit çdo gjë që ka patur njeriu do të paraqitet para Allahut Azza wa Jall, të gjithë pushtetarët, të gjithë mbretërit, të gjithë njerëzit e pasur me pushtet, dhe Allahu do të thojë limanil mulku al-yawm. Kujt i takon sundimi sot? E kujt është pasuria sot? Kush është i gjithë pushtetshëm sot? Lillahi al-wahidil qahhar, të gjithë robërit një zëri do thonë, ata që kanë qenë besimtar bashkë me ëngjëjt e Allahut Azza wa Jall, sundimi i takon të vetmit absolut Allahut që është një, tek vetëm ai që meriton të adhurohet me drejt, ai që është i gjithë fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Pasi ne kemi folur për përshkrimin se çfarë është Allahu Azza wa Jall, Allahu po në surën Fatiha, dimensioni, niveli i komunikimit me robin e tij shkon në një shkallë tjetër. Tashmë pasi njeriu ka njohur çfarë është Allahu Azza wa Jall, kush është Zoti që ne adhurojmë, që ne njohim për Zot, që shpresojmë që ai ka çdo gjë në dorë, që ka krijuar çdo gjë, që ai e mban funksion gjithësinë tonë, galaktikat, yjet, gjitha planetet. Dhe kur ne kemi njohur mjaft mirë çfarë është Zoti, krijuesi, dhe ai që ka krijuar çdo gjë, tashmë dimensioni dhe niveli i komunikimit arrin pikërisht në fazën e dialogut mes robit dhe Allahut Azza wa Jall, ku thot profeti alayhis salam, adhuroje Zotin sikur ti e sheh atë. Edhe pse ti nuk e sheh atë, nuk mund ta shohësh atë, je mjaft i ditur, e ke mjaft qartë që Zoti të sheh në çdo moment të jetës tënde. Dhe tashmë njeriu kur ka kuptuar madhështinë e Zotit thot, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhuroj o Zot. Vetëm prej teje kërkoj ndihmë. Në çështjet e adhurimit unë të veçoj ty nga gjitha, nga çdo gjë. Vetëm lavdia jote, vetëm ti meriton të adhurohesh. Vetëm ti meriton që të shkojmë në sejdë, sepse ti ke në dorë dëmin dhe dobin. Ti pas e krijuar të gjithë galaktikat, ti na ke krijuar neve, ti na ka dhënë pasurinë, na ka dhënë shëndetin, çdo gjë është e jotja, ti je pronari i vërtet. Dhe pikërisht ne vetëm ty të njohim për Zot, dhe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë, dhe në çështjet e dynjas vetëm prej teje ne kërkojmë ndihmë, dhe askujt tjetër ne nuk ja kemi nevojën kur ne kemi njohur madhështinë tënde dhe kur kemi njohur që ti je ai që kontrollon çdo gjë dhe ke në dorë të mirën edhe të keqen. Ti je i pasur i vërtet që thesaret e tua nuk shterojnë asnjëherë, të nderuar besimtar. Dhe iyyaka na'budu është një fjalë përjashtuese në arabisht. Në gjuhën normale do të ishte na'budu iyyaka, ne të adhurojmë ty. Por është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, përjashton çdo lloj adhurimi tjetër. Sepse i adhuruar i vërtet është vetëm Zoti
Allahu Azza wa Jall, dhe kjo gjë përjashton çdo lloj tjetër adhurimi, dhe i vetmi që meriton të adhurohet, që të shpresohet e mira dhe e keqja çdo gjë, është vetëm Allahu Azza wa Jall i lartësuari Jalla Jalaluhu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dhe në shoqet e kësaj bote, o Zot, vetëm për teje ne të ty shpresojmë që ti të na ndihmosh, sepse ti ke çdo gjë në dorë. Dhe është thënë në numrin shumës, sepse njeriu me gjithë qenien e tij, me gjithë trupin e tij, ai kthehet Allahut Azza wa Jall. Bota e gjindeve dhe e meleaqeve prezantojnë në atë vend që adhurohet Allahu Azza wa Jall, dhe ne themi iyyaka na'budu, vetëm ty ne ta adhurojmë pa përdorur në numrin shumës, njëkohësisht kjo zhduk edhe egon, unin e njeriu, e largon atë që t'i thoj vetës vetëm ty unë të adhuroj, por duke i thënë njeriu vetëm ty ne të adhurojmë, njëkohësisht rrit edhe vlerën e xhamatit, e vllazërisë, e bashkëpunimit që ne kemi një Zot vetëm, dhe ai ka në dorë çdo gjë dhe ne do të jemi si një trup i vetëm, ashtu siç e themi në numrin shumës. Njëkohësisht në këtë folje është përdorur në kohën e tashme na'bud, iyyaka na'budu. Nuk është thënë që ne të kemi adhuruar ty, por tregon një ndjenjë varfërie dhe një ndjenjë nevoje të vazhdueshme për njeriu që vazhdimisht i thot Zotit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kur ti ke njohur madhështinë e Allahut Azza wa Jall, instinktivisht natyrshëm ti i shkon në sejdë e adhuron vetëm Allahun Azza wa Jall. Prandaj namazi është miraxhi i besimtarit, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe ky koncept, ky lloj dimensioni e kalon materiale në botën materiale, dhe njeriu i thot vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Dhe sa lumturi ka njeriu kur ai e fal namazin në këto dimensione, në këto nivele të lartësuarit shpirtëror. Ai komunikon me Zotin e tij, me Allahun Azza wa Jall, prandaj robi është më afër me Zotin e tij kur ai është në sejdë, kur është në kulmin që ai është dorëzuar varfërisë ti dhe nevojës ti për krijuesin, për të pasurin e vërtet për Allahun Azza wa Jall, dhe me gjithë qenien e tij i thot vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje në çdo situatë ndihmë kërkojmë, të nderuar besimtar. Në një hadith kutsi Allahu Azza wa Jall thot në këtë formë: qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn, fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al. E kam ndarë namazin në dy pjesë, thot Allahu Azza wa Jall, dhe gjysma i takon robit tim, dhe gjysma i takon madhështisë time, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe kur robi thot elhamdulillahi rabbil alamin, lavdërimi, falënderimi është për Zotin e botëve, thot robi im më falënderoi mua. Ar-Rahmanir Rahim, ku themi gjithë me shqirploti, gjithë me shishme dhe me shqirploti Allahu thot robi më lavdëroi mua. Dhe kur themi Maliki Yawmiddin, sunduesit të ditës së gjykimit, thot robi më lartësoi mua, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe kur thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, thot mes meje dhe robit tim robi do të fitoj atë për të cilën ai është lutur. Dhe ku thot ihdinas siratal mustaqim, kjo është për robin tim, dhe robi im do të ketë atë që ka kërkuar, kur robi pasi ka pranuar çfarë Zoti dhe shkon duke adhuruar të vetmin që meriton të adhurohet, Allahun Azza wa Jall, njeriu me do e mos me gjithë shpirt i lutet Allahut Azza wa Jall ihdinas siratal mustaqim. O Zot, na udhëzo në këtë rrugë, na mbaj të qëndrueshme në këtë rrugë. Edhe pse ne jemi të udhëzuar, e kemi njohur dhe adhurojmë Allahun Azza wa Jall në çdo rekat që ne i shkojmë sejdë, e madhërojmë Allahun Azza wa Jall me mishë, me shpirt, i lutemi atij, o Zot na udhëzo, sepse ne jemi dobët, qenët tona janë të dobëta. Shejtani nga sulmon, egoja jonë është një armik e përbetuar, dhe vazhdimisht me gjithë shpirt ne i lutemi, o Zot, të lutem na mbaj të qëndrueshme në këtë rrugë të drejtë pa devijime, në këtë rrugë që meriton vetëm ti të adhurohesh, të lartësohesh vetëm ti, dhe me mishë, me shpirt i lutemi Allahut Azza wa Jall të nderuar, duke i thënë na mbaj të qëndrueshëm, na përforco në këtë rrugë të drejtë pa devijime, rruga e gjallë e Kuranit, rruga e vërtet, rruga me moral të mirë dhe rruga që të çon drejt Zotit të botëve të nderuar besimtarë. Dhe çfarë është kjo rrugë? Siratal ladhina an'amta alejhim, rrugën me të cilën ti atyre i ke dhënë plot begati dhe plot mirësi. Është rruga e profetëve, është rruga e dëshmorëve, është rruga e njerëzve të mirë.
Dhe çfarë kanë këta njerëz? Wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dhe ai që i bindet jeton në këtë botë me parimin që do Zoti i gjithësisë, dhe i bindet Zotit të botëve, dhe i bindet të dërguarit të tij, atëherë ky njeri do të jetë me ata që Zoti i ka dhënë plot mirësi, i ka begatuar që ta njohin rrugën e vërtetë dhe ta pasojnë rrugën e vërtetë. Dhe çfarë është kjo rruga që ne i lutemi Zotin në çdo namaz, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, atë rrugë që ti ke dhënë shumë mirësi o Zot. Është rruga e profetëve, rruga e dëshmorëve e njerëzve të mirë, si Sidikëve, si Ebu Bekri me shokët e tij. Dhe sa rrugë e mirë është kjo, dhe sa shoqëri e mirë të jesh me këta, thot Allahu azza wa jall, ghayril maghdubi alayhim. Do Zot, mos na çon në rrugën e atyre që kanë tërhequr hidhërimin tënd, dhe as në rrugën e atyre walad dalin, as në rrugën e atyre që e kanë humbur rrugën e tyre. Dhe transmetohet që njerëzit që e kanë hidhëruar Allahun azza wa jall bëhet pikërisht fjalë në këtë ajet për hebrejnë, për çifutët dhe për njerëzit e humbur që e humbën mënyrën se si adhurojnë Zotin. Bëhet fjalë për të krishterët që i shoqëruan Allahut fëmijë, hasha lillah, ai është një i vetëm, ai nuk ka nevojë për askënd, ai është i gjithë lavdishmi, i gjithë pushtetshëm. Por njëkohësisht këto dy cilësi, pra mos na bëjnë në rrugën e atyre që kanë tërhequr hidhërimin tënd dhe në rrugën e atyre që kanë humbur, nuk është vetëm për çifutët, për hebrejtë dhe krishterët, por për çdo njeri që ka cilësitë e këtyre dy grupimeve, padyshim që do të ketë hidhërimin dhe do të jetë i humbur tek Allahu azza wa jall. E lutim Allahun azza wa jall që ne të sure ta bëjmë të pandashme nga jeta jonë bashkë me kuptimet e saj, dhe në çdo namaz që ne falim, ta falim me meditim për çdo fjalë që ne lexojmë çdo ditë në çdo rekat kur dalim para Allahut azza wa jall. Kjo sure ka nevojë të lexohet me meditim, sepse meditimi e shpije njeriu në botë të larta shpirtërore dhe drejt niveleve ku ai lidhet më shumë me madhështinë e Allahut azza wa jall. Profeti alayhis salam ka thënë që kjo sure është shërim për çdo sëmundje, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Është surja më madhështore, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu më tregon në hadith të saktë, një herë kur Xhibrili alayhis salam ishte bashkë me profetin ton Muhamedit alayhis salam, u dëgjua një zë sikur po hapi një derë nga qielli i lartë. Dhe Xhibrili alayhis salam i thot profetit alayhis salam që po zbret një ëngjëll nga ana, Allahu ka nisur një melek, një ëngjëll nga qiejt, që ai melek nuk ka ardhur asnjëherë më para, nuk ka pas asnjë detyrë më para, dhe ka ardhur me dy drita që ndriçojnë muslimanin, kanë ardhur me dy sihariqe për ty o Muhammed. Dhe Xhibrili alayhis salam i thot, ky ëngjëll ka ardhur posaçërisht për të dërguar surën, për të zbritur surën Fatiha dhe dy ajetet e fundit të surës El-Bekare, që janë dy sihariqe që janë zbritur për ty. Pra një melek i veçantë ka zbritur këtë sure, një sihariq për ne dhe për çdo musliman që adhuron Allahun azza wa jall. E lutim Allahun azza wa jall që të na udhëzojë në rrugën e drejtë pa devijime të moralit dhe të adhurimit të Allahut azza wa jall.